I nderuari zotëri president, të nderuar kryetar të grupeve parlamentare, përfaqësues e çmimit Fides. Në historinë e individëve dhe bizneseve ka një vlerë të çmuar dhe ka ndihmuar mbijetesën e shoqërisë kosovare. Ndërsa tani ky kontribut po ndihmon zhvillimin e një shoqërie me vlerën e përgjegjësisë. Ky është i vetmi qëllim i organizimit të kësaj ngjarjeje për të ndërtuar vlerë të re në njohjen e këtij kontributi. Do të shpërblejmë sonte kohën dhe kontributin që është ndarë nga bizneset për një të mirë të përbashkët. Do të shpërblejmë sonte angazhimin dhe kujdesin për të punësuarit, konsumatorët dhe ambientin. Sonte në Kosovë do të shpërblejmë filantropinë dhe përgjegjësinë sociale të afarizmit. Tani ftoj drejtorin ekzekutiv të Forumit për Iniciativa Qytetare, zotri Ferdinand Nikolla, që të flasë për çmimin Fides. Mirë mbrëma të gjithëve, i nderuar president zoti Sejdiu, i nderuar përfaqësues i zyrës ndërkombëtare civile zoti Fejth, i nderuar president i Fondacionit të Vëllezërve Rockefellers, zoti Heinz, të nderuar miq, mirë se keni ardhur në këtë ceremoni festive të ndarjes së çmimit për filantropinë korporative. Kam kënaqësinë të theksoj se ky çmim që në Kosovë, siç u tha, po ndodh për herë të parë, tashmë do të jetë tradicional. Me Fides ne duam të vendosim një sistem të ri të mirënjohjes së kontributit të bizneseve në Kosovë, të diasporës tonë në përbot, si dhe të gjithë atyre që kontribuojnë për një jetë më të mirë në Kosovë. Ky kontribut, që në botë quhet filantropi, është themelor për të përshpjetuar zhvillimin ekonomik në vend dhe për të përmirësuar cilëtetin e jetës së qytetarëve të Kosovës. Dëshiroj të falenderoj të gjithë kompanitë konkurruese dhe i ftoj që edhe vitin e ardhshëm të bëjnë të njëjtën gjë. Po ashtu, dëshiroj të falenderoj anëtarët e komisionit përzgjedhës për angazhimin e çmueshëm të tyre në vlerësimin e konkurrentëve. Falenderoj stafin e fiqit për punën e mrekullueshme për të ardhur tek kjo mbrëmje sonte, si dhe posaçërisht Fondacionin e Vëllezërve Rockefellers për mbështetjen financiare të këtij projekti dhe të kësaj ceremonie sonte. Në fund jam i nderuar që për një fjalim të shkurtër të ftoj presidentin e Fondacionit të Vëllezërve Rockefellers, zotin Steven Heinz, por paraprakisht do të bëj një prezantim të shkurtër të tij. Steven Heinz, që është president i Fondacionit të Vëllezërve Rockefeller, ka mbajtur pozita më të larta menaxheriale në sektorin jo profitabil dhe atë publik. Para se t'i bashkojë RBF-it në vitin 2001, ai ishte kryetar dhe themelues i rrjetit Demos, rrjet i ideve dhe veprimit e cila merret me ulëmtime të politikave publike dhe avokim me qëllim të rritjes së vitalitetit të demokracisë amerikane. Para themelimit të Demos, zoti Heinz shërbeu si zëvendës president ekzekutiv dhe drejtor ekzekutiv në Institutin East West. Prej vitit 1990 deri 1997 me punë në Prag, zoti Heinz punoi intensivisht në Evropën qendrore dhe lindore dhe në shtetet e reja të pavarësuara. Your Excellency, Mr. President Sejdiu, the EU Special Representative and the International Civilian Representative Peter Feith, Deputy Chief of Mission of the U.S. Embassy Michael Murphy, members of the Diplomatic Corps here in Pristina, representatives of the government and of the parliamentary coalitions, business leaders, non-profit leaders, and ladies and gentlemen. Did I leave anybody out? If not, I want to welcome you all. I think this is marvelous to see such a large turnout for this very important event honoring corporate philanthropy here in Kosovo. I want to start by thanking Ferdinand and all of the employees of Fitch for the remarkable job that they have done organizing Fides and selecting the winners of these awards this evening and putting together this event. I am hopeful that in the years ahead, people in Kosovo will look back on tonight as something of a historic moment. Historic because it is the beginning of the development of a robust philanthropic culture in this country. As you might imagine, as someone who is the president of a philanthropy, I feel very strongly about the importance of philanthropy in democratic society. And I'd like to just take a few minutes to tell you why I think philanthropy is so important and why I think it's so important for this new democracy of Kosovo. I think one of the profound lessons of the 20th century is that civil society is not some luxury
It is a necessity for robust and democratic countries. Civil society creates the space where citizens can take initiative to address problems in their communities and in their nation, to organize together and to help change society. And throughout the world, it is philanthropy that helps provide the economic base for civil society. But neither government nor business has the capacity to solve all of the problems and to meet all of the challenges in society. And this is the important role of civil society, which becomes the third sector and the third partner in producing social progress. We have the opportunity as independent organizations in society to take on some of the problems that government is unable to address and that business is not organized to it. We can support the development of new ideas. We can support the development of new programs. We can support the arts and culture, and we can help people solve problems where they live. I am very pleased to see here this evening people from all over this country, from all communities in this country, Albanians and Serbs working together in their local communities to solve problems and working at the national level to move this country forward. And I am very pleased to see the corporate community of Kosovo developing corporate philanthropy and corporate social responsibility, which I think is vitally important to this country's future. In conclusion, I want to say that I think it's of particular significance that the President of the Republic is with us here this evening. This is a demonstration of his appreciation for and his understanding of the important role of philanthropy in the future of this country. And I thank him very much for his support of this. I also want to congratulate all of the companies that were nominated for these awards, and especially the winners this year. For those of you who didn't win this year, keep at it and you'll have a chance to win in future years. I am very optimistic about the future of Kosovo, but we all know that this country, this new nation, has many challenges to face and many problems to overcome. But I know you all will succeed if government and business and civil society work together to solve problems, to innovate, and to demonstrate real leadership. And I look forward to coming back here in the future and remembering this historic night that began the philanthropic movement of Kosovo. Thank you very much. Komisioni për zgjedhës ka pasur një punë të vështirë në vlerësimin e aplikimeve dhe nominimeve. Nuk ka qenë sasia ajo që është vlerësuar, por cilësia. Nuk ka qenë shuma e të hollave, as emri i kompanisë, por qëllimi dhe përgjegjësia. Tani le të shohim nominimet për kategorinë në nivelin kombëtar.